Çfarë është tani më Big Brother Kosova VIP 4? Kemi të bëjmë me një lojë me personazhe apo kemi të bëjmë me një biznes i cili është zhveshur nga etika apo ky realiteti që po ushqehet me dhunë të normalizuar? Ajo që po ndodh me Dislimit dhe Albës për mua nuk është më lojë, jo me të gjithë kontributin, shpirtin dhe ekspozimin që Alba i ka dhënë këtij formati, këtij edicioni me të gjitha ngjyrat, me të gjitha karakteret që ja ka treguar në këtë lojë. Ngjarjet për mua kanë dalë përtej zarfit të zi, përtej strategjisë, përtej çdo justifikimi televiziv. Ajo që po transmetohet 24/7 për mua është një dhunë psikologjike e përsëritur, e toleruar, madje e mbrojtur dhe nga produksioni, se Limi për mua duhet të përjashtohet nga i format për shumë arsye. Alba po degradohet çdo ditë si femër nga Limi. Alba po nënshtrohet si grua dhe po përdhoset çfarë është më e tmerrshme si njeri. Kjo vetëm që pa e dëmton atë si personazh, po tregon edhe se çfarë Big Brother i përluhet. Alba është e përkeqësuar edhe më shumë edhe nga mungesa e transparencës që ka përgjatë ditës në të dyja kanalet Big Brother 1 dhe Big Brother 2. Dhe për mua kjo gjë po ushqen të keqen dhe po e legjitimeton dhunën. Është prekur dinjiteti njerëzor, që është pika që nuk duhet prekur në asnjë Big Brother. Dhe për të gjithë dashamirësinë që unë kam për Klan Kosovë dhe për produksionin, nëse bëj këtë gjë për biznes, atëherë kemi të bëjmë me një lloj marrëzie të rrezikshme. Pyetja nuk është vetëm nëse Alba e ka pranuar këtë trajtim apo nëse ajo është në gjendje të shëndetshme mendore për ta perceptuar, për ta ndalur dhe për t'i thënë stop të gjithë kësaj gjëje që po ndodh në kurrizë të saj. Nuk është heshtja gjëja që duhet kemi si ndjesi neutrale. Nëse është lojë, atëherë kemi të bëjmë me një qenie humane që po shndërrohet në një eksperiment të keq televiziv. Nëse të dy e kanë lojë, nëse të dy e kanë strategji, Alba po humbet çdo lloj pëlqimi në audiencë, po shkatrohet dhe madje bëj thirrje edhe të gjithë shoqatave të grave në Kosovë, se nëse nuk e mbështesin Albën, duke thënë që ajo është adulte dhe është e varur nga një dashuri e verbër, skizofrenike dhe çfarëdo lloj epitetesh që janë vënë për mua, duhet dënuar me një X të madh dhe nuk është më argëtim. E ka të kaluar çdo skaj, e ka të kaluar çdo limit dhe e ka të kaluar çdo normë që është në një format edhe një lojë si Big Brother. Fillimisht ai i afrohet në fytyrë, pra i prek atë privatësinë dhe nuk është e bukur, nuk është e hishme. Të gjithë ofendimet që i ka non-stop, të gjithë ulje, që nga karakteri, që nga higjiena personale, që nga loja që bën Alba që në vlerëson dhe pse disa është si një lloj ngritje që Limi kërkon t'i bëj asaj, ndërkohë pas çdo bisede të shkurtër apo pas çdo fjalie që ka me Albën, direkt thot vëllai i madh dua të vinë në dhomën e rrëfimit, dhe një herë thot nuk po e duroj këtë. Alba që i përulet, Alba që i përgjërohet, Alba që po shkatrohet, Alba në një moment që është mirë në të qindën e sekondës, pastaj qesh, qan, pra ka një lloj ndryshimi emocional të pakuptim, ka një lloj ndryshimi edhe një lloj kapërcimi të gjendjes së saj emocionale që për mua nuk është shumë ose nuk është fare e duhur dhe nuk është fare normale. Big Brother është një eksperiment social, por në këtë eksperiment social ka drejt që ta haj disa rregulla, ka disa parime. Meti që ka qenë në Big Brother 2 u përjashtua për shkak të shtytjes që i bëri Blerandos, e tani më është pjesë e produksionit. Produksioni fare mirë mund të çojë zarfat të zi në shtëpi, siç ka çuar dhe produksioni i Big Brother Shqipëria, ku përjashtoi kesin për të gjithë degradimin, kërcënimin, gjuhën e ulët që kishte, edhe vëllai i madh nuk arrin ta bëj këtë. Vëllai i madh në Kosovë nuk arrin dot që të nxjerrë një lojtar. Për çfarë i duhet më Limit Big Brotheri? Për çfarë i duhet Big Brotheri më Limit? Për mua sonde për të treguar dinjitetin, për të vendosur disa parime, për të vendosur disa pika që nuk shkelen, që është dinjiteti njerëzor, që është gjëja më me vlerë, gjëja më absolute dhe gjëja
që duhet përçuar tek audienca, që nuk shkelet, që nuk nënshtrohet. Pastaj ka ndodhur shumë situata që po te i kalohen. Fillimisht Labinot Rexha dhe pse me një lloj gallate e ka privuar, e ka penguar, e ka pasur një lloj përndjekje ku duke mbrojtur Limi thua atij se Alba do ta godiste dhe do ta vriste, dhe pse merr me humor dhe merren me shaka, janë situata që nuk tolerohen dhe loja e humbet kuptimin, loja e humbet atë parimin e rregullave dhe loja e humbet deri në pikën më maksimale nervin që duhet të mbash në atë lojë apo provokimet që duhet të durosh në një lojë, në një format si është Big Brother, një eksperiment social. Ndaj në të gjithë qasjen time, nëse Alba e ka pranuar këtë lojë, nëse Alba është e marrosur pas Limit, nëse Alba nuk e ka fuqinë për të ringritur dhe për ta hedhur poshtë një dashuri toksike, absolute që ka ajo dhe Limi, është produksioni ai që duhet të vendos kufin, është produksioni ai që duhet të dalë mbi palët duke parë se si një femër po kërcënohet, po degradohet, po degenerohet, po kthehet në një objekt tallës, po kthehet në një objekt ku preket dhe nuk merren masa, nuk arrit ta konceptoj dhe nuk e pranoj në optikën time, në ato që unë komentoj dhe në ato që unë e shikoj Big Brotherin, që këto situata më të tolerohen, dhe nëse Alba nuk del sot me vullnetin e lirë, se kam bërë dhe një pyetësor ku mbi 90% ishin dakord që Limi të përjashtohet nga Big Brother, ku dhe që Alba të skualifikohet për shkak se përshkatrohet si njeri. Aja tha në një bisedë që kishte me Limi se bisedat e saj janë të pakufishme dhe janë të çdo moment, çdo çast ka grisje midis tyre, ka ulje dhe ngritje drastike nga momenti në moment, tha që tani po fle mirë. Pra ka një lloj skllavërie që nëse e bën për lojë është gjë më e keqe, nëse bën realisht është gjë më e dëmshme që ajo i bën vetes, por edhe për çon mesazhin te gratë e tjera, tek opinioni publik, s'është kthyer edhe kjo lloj situate në një lloj shfrenimi të gojës që i bën Mileti dhe populli të gjitha videove ku Alba është protagoniste duke e përqeshur, duke e gjykuar, duke e shar, duke ofenduar. Pra Alba është kthyer në një tabel ku të gjithë e godasin, gjithë vërshojnë fjalë dhe lëshojnë vrerë ndaj saj, dhe ndërkohë digniteti njerëzor është hedhur, është groposur dhe vëllai i madh ka mbyllur syt, ose nëse e paguan Limin ta tregoj, ta flasi hapur që kjo është loja që ne po bëjmë, për jo të arrijë në këtë lloj degradimi, jo në këtë lloj derejgjeje dhe jo në këtë lloj loje ku dhe banorët e tjerë, siç ishte rasti i Suanitës sot, se ka disa orë që është mbyllur në dhomën rrëfimit, një video është bërë virale duke ajo bërtitur që malshoni derën, dua të dalë. Pra po pengohen banorët që dalin me vullnetin e tyre nga shtëpia e Big Brother. Çfarë po ndodh? Nga ana tjetër, situata e te i lodhshme midis Klodit, Benitës, Elionës, populli ka votuar që të shikoj dasmë midis Elionës dhe Klodit, një alla situate e ngjashme dhe shumë jo reale, shumë e sforcuar në ato që kemi parë dhe vitin e kaluar midis Drilonit dhe Sarës, që ishte padyshim një manovër dhe një shtys nga produksioni për të mbajtur të dy personazhet brenda në lojë, për duke mbetur tek Big Brotheri aktual. Është e pritshme që të fitoj Klodi dhe Eliona, se ka një fanbase të madhe në rrjetet sociale, por sa i vlen Big Brotherit që të jetë ajo fituese, këtu kam pikpyetjet e mia. Për mua fitues duhet të jetë padyshim Londrimi, kam thënë deri diku, dhe Alba, po me të gjithë këtë që ajo po pranon, me të gjithë këtë që ajo po tregon, me të gjithë këtë që ajo përjeton, pse ka dhënë shpirtin dhe ka kaluar në dimensione të pa imagjinueshme të karakterit dhe të personalitetit të saj, duke treguar ndjesitë nga më të larta, si mbështetja emocionale që ai bën banorëve, që është për tu duar trokitur, edhe pse Hygerta kur nuk e ka mbështetur, ajo mbrëm dhe sot e ka mbështetur në përplasje që kishte Hygerta me Ludonlin dhe me Labinot Rexhën për atë historinë e pellushit që ja morën, ja kthyen me kokë poshtë, i vendosën 2 vesësh pellushi i vajzës. Por çdo banor ka marrë mbështetje nga Alba, dhe pse e kanë gjuajtur dhe pse e kanë goditur, ajo këtë ndjesinë dhe këtë dëmshurinë e ka treguar, edhe pse të tjerët po i shikojnë që po preket, po degradohet, po degenerohet dhe nuk po i japin ndihmë, nuk po i japin ndihmë në asnjë moment, edhe pse e vetmja fjali që kanë karshi Albës është që ajo nuk ka respekt për veten edhe e ka hedhur poshtë për një burr si Limi.
Ka shumë situata Big Brotheri, por kjo revolta ime është që të përjashtohet limi, pasi realisht është kthyer në një situatë shumë shqetësuese, një lloj nuk e di nëse nuk do të kishe kamera dhe mund ta kishe gjuajtur në atë videon që është bërë dje virale duke i thënë mbyllë gojën e duke ja vënë dorën te goja me një lloj shikimi shumë kërcënues për mua, ku janë parimet, ku është vlera e Big Brotherit, ku janë pikat e të shenjtës patent që ndalon dhe ka të ndaluar disa gjëra, pres që Big Brotheri, vëllai i madh, të marrë vendimet që duhet të marrë. Do doja të dija dhe mendimet e juaja për gjithë këto situata dhe më kryesorja është që mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.